Përshëndetje për gjithë të praneshmit. Sot është një ditë e veçantë për ne, sot festojmë një ditë madhe, një ditë veçantë, festën e Avetarës. Ju falenderojmë gjithëve që jeni prezent. Sot të veshët tanë kanë një ditë e veçantë ku tregojnë që kanë hedhur hapat e parë në rrugën e dijes. Ata me shumë përkushtim dhe dashuri mësuan 36 shkronja të alfabetit shqip dhe sot hapen dyert e shkrimit dhe leximit. Ju falenderojmë gjithëve që jeni prezent për të ndarë me ne një moment kaq të rëndësishëm. Ju ftojmë të ndjekim një program të cilët e kam përgatitur yjet tanë të vegjël. Faleminderit shumë, ju uroj të ndërtojmë. Mrekulli, të shosh këtë ftyra të buzëqeshura, e ku ka më bukur se kaq, të gjetë, të mirë, të ëmbël, të buzëqeshur, të bukur, tamam si yje që të bukurojmë qiellin. Unë them që ky vend sot ngjan si një foli me engjëj. Madhështinë e veç të sot, po ja shton akoma më shumë pranie e prindërve, gjëshërve dhe prania e të gjithë atyre që na duan dhe i duan. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni sot për të dorëzimin tonë të madh festën e Avetarës. Të gjitha që kemi mësuar së bashku me mësuesën, është koha ta tregojmë para prindërve. Me hopa të vegjël, por me emocion të madh, programin do ta filloj me bollën e rrugës. Të gjithë e dim se gjuha shqipe, alfabeti yt, ka kaluar në për periudha
të vështira kohore. Prandaj, ne jemi krenor që flasim e këndojmë shqip. Tani ndjekim disa poezi nga shkronjat e alfabetit tonë. Losapor. Sa mesazhe të bukura për cilë se cilja shkruan, por nga njëherë shkronjat edhe ditë të ngatruar. E pse ndodh kjo, më mirë na tregon Deina përmes poezisë. Shkronjat ngatruar. Me shkronjën A, po filloj, abetarin të mësoj. Unë jam Maja, shkronja por, gjithë e tjerat vin me radhë. Shkronja B, me shkronjën B po e filloj, një nga një të t'i mësoj. Unë jam Beja por si blet, jam e dyta në alfabet. Që qifteria me tega osa për tingëllë, bukur të t'i bjerë, tega dhe i bje dhe këndër. Sa bukur e të shkronjën dhe bukur që të nënë të këtë masone, shkronjën dhe dhe parë këtë. Shkronja V, shkronja D dhe shkronja H, pa formoj shkronja Z, dhëmbi Y, dhëmbi E, shkronja V ka në fillim. Shkronja është me 2 pika, shisha bukur shkron me tika, edhe ënjo shanote shkron e bukur në fletore. Edhe pra, të fletëroj bashkë, për të gjitha shkronjat e brenda e jashtë. Shkronja F, shkronja F na vjen si flutur, krahëlik dhe bukur. Unë jam feja e fitores, dhe shtypit dhe dorës. Shkronja G, shkronja G dhe na vjen me rend. Shkronja G, unë jam G-ja vite me rend, jam e dita në alfabet, gaz, gëzim dhe guzim, shkronja G shkron me fillim. Shkronjat nga të rrëven, 36 shkronjat të orta, alfabeti uniko. Se cila prej tyre, vire në vetë ka, thot Aja, unë jam bre, jam e pore në alfabet, përgjigjet Uja, shuj, mos fëll, se pa uj s'mund të jetosh, laftrohet joja plot krinari, fjallën je, si të ta shkruash ti, dërhyn bëja, si po mendoni, fjallën buk, si të ta shinani, pas një zënka, si për që di, të gjitha shkronja, ranë ujdi, të gjitha shkronja, në fund të bashkuan, alfabetin ton, ato e formuan. Ne tani mësuan të gjitha shkronja, por si të kishim ecur para pandimën e mësuesës. E pa mundër, mësuesja trete për të nëndrequar mendjen tonë, dashurin dhe mirënjohjen ndaj saj. Do ta shprehem për nas këngës. Para jush,
Kënga mësuesja ime Flosapor. Zotët kërkojnë lirinë në çdo moment, qoftë edhe përmes vallëzimit, prandaj para josh, ata pushtojnë skenën të na argëtojnë me një vallëzim të bukur.
me gjitha filetet e bardha, me gurin, me gjaku, me irin, ty emre ta shkruaj. Mbi ëmbrat e mia të ardha, mbi armët e larta të trimave, mbi kulorin e mbretërve të sinju, ty emrin ta shkruaj. Mbi ditën e verore, mbi bukën e bardhë të drekës, mbi stinën, kusinën, fejesat, ty emrin ta shkruaj. Me shkullën e bardhë të rete, të batën e pjesë të feje, me shion e dendu që bie, ty emrin ta shkruaj. Me fushën horizonte, i krahët e zëgjit të qiellit, e malin të shpendur, ty emrin ta shkruaj. Tani erdhi rolla për pjesën e dytë të shkronjave të alfabetit, ku secila nga to përcjell një mesazh të bukur. Kurse më pas kemi 7 zanore të gjuhës shqipe, pa të cilat nuk formojnë dot rrugje, fjalë as fjali. Shkronja që gjua fjallë të mira thojnë, nga një herë ju shdomët, duhet mendja të mendohet që gjua më nëzitohet. Shkronja hënën ti vështra, vasa shkronja dhe ajo, në fillim duke si co, pastaj flyet bëdë, flyt prap cejt në u, patri shkronja dhe ajo. Shkronja indiani nuk në trembet nga tufani, koshi që e shtis me duar, më pak me shumë rizuar. Shkronja zë, një dorë në kufra, e me vëve shpëzuna, më dhe më të pretë të jetë në qëtoj, leon e marë dhe kënë shpëtoj. Shkronja kë, kushi njeri gjithi natë, qortën matë se në budaloqe, pse ma mishin për qdo natë, si s'ke turpke dhe mustoqe. Shkronjallë, lasa e nga i kure tiko, beti vetëm si një kujte, e përsure e elektriko, që ndryqon gjithë vendit të. Shkronja më, mjeu në përvima shirë, kur shemacën që o afruar, stërukët rritat e nëmdijet, mburët kur moca lardohet. Shkronjane, numrat e në mjada të shkuan libe të sebe, kolla shumë femi. Shkronja një që shumë i vjeti qishur, ditë të tonë me festojnë, osa bukur e mi vishur, e në valë në këndinë. Unë jam Aja, shkronja por gjithë të tjera bime rrotë, e janë një shkronja ndalë nga dalë, do t'ju pres me përfjollë. Shkronja e dyta zanore, shkruat lehtë në fletore, me shkronjën e shumë fjalë fillojnë, e nga dhe nisë
dhe Erbleniu. Edhe ajo është zanore, është shkruaj me dëshina fletore. Shkronja ë është madhepika, që sa bukur është shkronja. Njëmja, ote të zanore, më shini shpesh, në tuaja fletore. Njëmja, o fëmi, më shini shpesh, veç me një. Njëmja, 5 të zanore, shkruhen dhe në një vire thore, me shkronje në fillanora, që e mbanë dërnora. Ju zanore, bësarën e shkronjën u, që taftëne edhe unë, uja jam zanore, shkruhet shpejt me vila këre. Zanurja y, e 7 me rend, është zanurja e fundit në alfabet. Ylberi lartë, kur që edhi për shkon, shkronjën y në kujton. Tani do të ndryshojmë pak ritmin e programit duke paraqitur para josh skeqet, libri i mrekullive, e më pas vëllëzimin Loj Bubrac. Unë jam abetarja, unë jam abetarja. Mësë qado të dukëtëm, nuk të gëpë, qka thime shoqë, nuk të në gjëgjë mirë. Emre kam avetore, kursën nga këtë libra mësova të shkruaj, të lexoj pa vështirësi. Mësë qado të dukëtëm, nuk të kuptove. Po mërle, por ush ky është libri ma i dashur për fëmijë. Dhe unë nuk të kuptoj, masharat e fitu më mirë. E ka ky libër fillon mrekullit e botës, e ka ky libër që ka 36 shkronja zanore, bashkëndellore, të vogla të mëdha, të shkurta, të gjata, të shtypit, të shkrimit. Njerëzit nisën rrugëtimin për në varësit e tetit dhe lartësit e qiellit. Si, nuk e pas shkëmbitur. E ka ky libër filloi rrugët e gjata të dijes, as mjekët nuk do të na shironi, po të mos kishim mësuar abetarën. As aeroplane nuk do të fluturoni lart në qiell, po të mos ishte ky libër. As çokolada nuk do të rrëdhëhoshe, pa dinë e marrë nga ky libër. E për një kashe të mësut aty gjë. Po, si unë abetarë mësut, për gjë që shikone të në detë në qimë. Sa mire, kusha mësën kita lëjë të mrekullive fëmijë? Mësoesa dashur, është me ditra, me bugra, me dashur nga të gjithë. Oj, vozë dashura, të mësëllë në atë libër, do të bërë me ditës të njerës, mendoj se nuk do të jam më keq. Ky libër ndoshta të mësën si të silë mirë me të tjerë. O, jo, që është vetëm për fëmijë, ju keni mësues natyre, a ju afrojnë çdo besim për jetën, por pasi që fëmijët ju duan që e në vallat tonë për festave tonë. Jeni shumë të lumtur të gëzuar pa kufri, e mësuar abetarën ose mrekulli.
Moj bubret, ti gjithi kanë ritujet, ledhe grumbullon, atu vafër nuk punon, ledhe grumbullon, atu vafër nuk punon. Moj bubret, ti gjithi kanë ritujet, ledhe grumbullon, atu vafër nuk punon, ledhe grumbullon, atu vafër nuk punon. Që gjua Shqipen ngjon me cicërimën e zogjve e kuptojnë përmes pjesës të shkronjave të alfabetit, duke shoqëruar më pas një vallëzim të bukur modern. Ora, a ke përlevis njëre tjetër dhe kapit as dit as nat nuk e dojnë vrapin. Bum, fana imi gëmjas, fana imi fjorëzjas, pun, natë e dit, që të shojnë pak është dritë. Qingji vogël merinës, delës nëna pas shishkën, dhe me shokut bradhëllës, po ku nëna lirë. Roja jam me push në dorë, si shqiponja kufitar, nuk me tremb, as shi, as bor, ras e kap, gjdo trap. Rosh po vjeli na përvdeshta, bushim kosha në pesho, por veç rushit e ke vjeshta, si o të përë dhe përmbo. Sora mburet, s'ka si unë, ja me bukër këngëtare, aja silë kot pa punë, mbi qati e në dritare. Shadërvani lartë, shpërndon ujë si shi në verë, rritë patosët rrasë dhe qanë, por si lurë në bërë. Thëjën qa më që po këndon, pebi gujat në pjaj, një shketaj po të pejgjon, kojte shë do të hajnë. Ujko, qonë, a qërën kanë, unë ari edhe sirë, pëse shqipu me se prekdat, fytyrën a i. Didëllonja fytyrën, lëshën dritës, fu e pak, fak, jo një po eftën, me kap dot, apo s'me kap. Gjagjaj lisë gjdo mëngjes për të bartur minerale. Ngejt makinën me kujdes, në për bryka në për male. Zjarë ndizë në gjdo kodër, zjarë ndizë gjdo atë, është fejës, janë glodër, janë zjarët e trimave tanë. Yjet qiellin e mbulojnë dhe për qiellin rreza ari, me qudi ata shikojnë si e mbrojnë në shqiptari. Rapini nuk rritën e moqar, a e vërvitën e përgur, rapini në gjenë shdo manë, kështë e përnja
Abetoria është libri I por dhe themelli I librave të tjerë. Pa abetores mund të ecim dot këtu ku jemi. Unë për vete e quaj libër të shenjtë. Andaj ndjekim recitorin Abetore bukurushe dhe më pas do shijuj ritmin e vallëzimit modern. Abetore bukurushe, mi qëndajte mi tisni, o lëdhe këkëllushe, shkëretën ajrë fesh. Nuk jam dodhër, mos keni merak për mua, se herë me si jam dodhër, një jam shumë e gëzuar. Të gëzuar jemi ne që të mbajtëm çdo herë pranë ti për ne je dritë e diu, ti je yll edhe hëj. Pa ju do të isha zverdhur në një qosht, bushur pluhur për me ju, duke prendër ndjen shumë e lutër. Më dhe që kam të tri fjallë, kur të më thukom në shkull, mos të përën do një, mos patoshin të një harë, të kam prisur, të kam qjerë. Në të dashur, te kam volur për të gjitha të që thuaj, por ashtu s'me desh me mua, dua të ti libra më të luaj. Abetare, shoqja jonë ti të ikësh për gjithmonë? Jo, do të shkoj për të pushuar, pra do të vi për të sa mua. Ja këtë unë reflajsh për tua, për fatus fata veçar që të të rinë kjo së të forë. Abetore shoqja ime, më mësuve shumë mësime, si të shkruat të lezej, rëke flakës të formoj. Fëmijët e mirë, më përlardohem, që një shok përlet të kju, o shkëndimi, shokohem, atë pas të mbarë ju. Pashiko, libri I ri, pa thamë ditur, pa një vështë të dërgjoni që farë ju së të mësoni. Jam të mira abetore,
se si duhet ta duhet njëri tjetrin me shumë gjëra të ndryshme që me siguri të jetojnë në të i pëlqejnë. Mami, papi, sa gëzim ka këtu në shpirtin tim. Prandaj dua t'u justifikoj, sot mësua t'u lexoj, në fteture rallë, duke t'u përmë fjallë tonë për dirinë që mësu t'i lumë të rinë. Apetore në mbaruan, leximin do t'a siguroj, në skujtoni se shpëtuat, ndim prap të kërkojnë. A gjeni u fëmijë, se kush na mëson, se kush na mban, kush na ushqen na ndërflet, se kush na qepë na janë. Ata janë pritërit tanë, ku shikosh që të rrollë, cila është ajo vëllë, një gëdisi në përrollë që në mbo me një të hura. Ajo është vetëm shkolla. But I've been forgotten, I know. I've been very long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been very long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Mësuam shkruajnë, si të shkruajnë e si të lexojnë. Tani erdhi rolla edhe të numrojmë, filloj me një shifër deri në 2 shifror. Dhe përmes poezisë, stilët e vitit, nxënësit na tregojnë për të mira që na sjell secila stil. Unë vërtet nuk jam I vore, por jam sasi që kemi vërë. Ledaj, hete di, kundres, një të tëtë. Të gjithë e tini, jam sa vika stile, sa këm kërje, pasë Dali të dini ku shumë, atë që nëzatë të dojnë shumë. Numri 6, javët e tuaja s'pas kam sësur, por vetëm unë jam I përsësur. Në përmen gjysha pjo, ku të rekon për rova, ju nuk jam pak, jam sa dhe të kojova. Jam e bukur simpatike, kam një bushte simetrike. Jam më e modja, e me vret, fajnë të dytë më bënin 1 plus 9 bëjmë 10, në mëroni tani u vetë. Ju mendoni si janë heq, po edhe
Se nga ura ta meni për të ftuti me acarët. Unë e dina më keni, por me pas kena qeshu. Kur ju shohët ashtu të qeshur me të papore duke luajnë. Njeri tjetri, duke ndjekur, ja kërkova buras, por nuk po me trema. Kuta që u praverëm, se ka shumë po më nëri. Pana sole moj praver, si duro për këtë herë. Ju sola këngën e pipilit, dhe aromen e trëndafilit. Gjithë natyra ka ndryshuar, me lulje tokën ka mbuluar. Sola shkëlqimin në sytë e tuaj, sepse shumë i gëzuar. Farë po në zëtë vera, stina me bukur për ju o një. Britit e katëra, ju asola pranë, dhe tete i kaltërësh, flot ëndëra gëzueshëm, prender e fëmije ku do të lutur, dhe që në stinën time, familja ngrihet bashkë. Më shumë kohë, bashkë kaloj në fëmije të gëzuar, ku do frapon. Ku e të pjeshta koshe po? Këtë jam, po nuk datë mburë, mollat argharushin, e stinën time piqe, në vishtillan shkolla, fëmijët vinë të shlorë, dhe plë dëshirë. Ja vit, ima të rritur janë në këtë stinë. Për të arritur këtu ku jeni sot, afër na qëndruan për he prindërit tanë. Uroj t'i bëjmë krenor me ta arriturat tona. Ndjekim pjesën dramatike. Faleminderit prindërit e me. Sa më flijes, jam e përgjumë. Edhe unë, ku do të më bëj gati? Mirë më ngjesi yjet e mi. Kushdo, qumë është të ngrosë dhe buk me mjallë. Mirë më ngjesi tjara të kam reguluar qotën dhe dënë të pusët i ke të pasur atë dera. Babi, që për në nga shumë, je gjithmonë i lukëm në mbrëmje. Libra, lodra dhe barku plot vini. Dhe unë gatuaj, pastroj, ju ndihmoj me detyra, sepse ju dua më shumë se gjithçka. Po ne, çfarë bëj për ju? Ju duhet të na duani, të silleni mirë, të mësoni dhe të na bëni krenar për herë. A të lejtë çfarë ka? Mami të pima. Po ne të bëjmë për herë krenare, faleminderit që jeni prindërit më të mirë në botë. Si që dim të gjithë, bolja shkronjave shënon fillimin tonë në rrugën e dijes, por bolja kosovore shënon fundin e programit tonë. E më pas mësuesët e klasëve do të shpërndojnë lavdata për nxënësit e tyre.